Na zakonisht sot shiten për Bajram, sa nuk shiten na Ilona për Mikullot, edhe me na ardhë mundësia pe na bujku vendor këto, blejna 100 copa, 200 copa, 300 copa, që shtina ndimen se i punojna rreth ofër 100 hektar tokë. Edhe dridhna këto ushqimet e kena, po domohon me kalu dimnin, edhe i mojna domohon me shtu me o marrë kilot. Përmende punën e tokës, sa është e lavdishme dhe sa është në themi e levërditshme kjo toka këtu, sa është pjellore, sa mundi me nxjerrë ju atë sa kërkoni ndoshta nga punimet që i bëni në tokë. Po na zakonisht punimet i bëna këtë me makinerinë, domethënë me makineri moderne. Edhe nuk guxon thuaj me na dështuar se bëjna punën e mirë, veç në qoftë se bjen ai shi i madh, ai breshë, ai diçka që për shtatet kushte atmosferike. Se zakonisht punë bujqësinë e kena e bëna me makina moderne. Domethënë makina shumica e treja. A ka fillu ajo puna për këtë vit? Keni fillu tash se jemi në sezonën e gatit pothuajse në fund pranverën, fillim verës? Ne kena kryer çka kena pas për me miell, kena dikon për 23-24 hektar kallama që kena bë millën e misrit. Edhe tash presim kena parcelat me grun për 24-25 hektar grun që kena, se gati 30 që presim tash në 2 muaj të jemi kur. Sa i përket fermës të cilën e keni, po besoj ju e keni edhe një shtallë të ndërtuar ku këto gjedhë dhe kafshë qëndrojnë, apo më tregon se sa keni marrë ndihmë nga Ministria e Bujqësisë ndoshta që t'ju përkra qoftë me subvencione apo edhe me ndihma financiare që ju t'ja dilni? Na kena dikon 5 shtallat marrume, kena ble makineri për mi 200-300 euro veç të 2-3 vitet e fundit. Çdo punë, çdo sen që kena bo në mënyrë vetanake me të holla familjare. Nuk kena pas ndihmë as 50 cent, as pi komunë, as pi shteti, por pos subvencione që avon këtë Kosovës në ka dhona neve. Okej, domethënë kanë qenë ato të mjaftueshme. Është shkurtimisht. Mjaftueshme që kanë hiç? Po. Na se valla një punojmë perëndim, punojmë me ndërtim, edhe pak na. Për lavdjimin, çdo Bajram është një përgjithësi, por edhe një bekim, sepse e di që puna e tij është një hallkë e rëndësishme e kësaj feste. E ceke festën e Kurban Bajramit, edhe e cila është shumë pranë nesh, por para se me folë ndoshta për të sotmen, apo më tregon në familjen e juaj se çush është prit kjo festë dhe kjo tradita e fermës, ndoshta edhe prerjes së kurbanave prej kur ka fillu. Na këtë punë bëna si traditë shumë vjeçare, punojna që shumë vjet. Domthon pe 25 vite mas pakti, domthon që bëna shitjen edhe premin e kurbanave. Po na çdo vit e presim mirë, me shumë gëzim, me shumë punë, me shumë vullnet, me shumë sen. Apo më tregon pak ndoshta se çush ka qenë atëherë ti ku ke qenë ndoshta edhe fëmijë edhe prind yt ka qenë ai i cili është për kujdes për këtë pjesën e prerjes, sa ke pas ti interesim ndoshta për procedurën e kësaj feste? Po gjithë nga veç që më menë që fëmijë, kur babaj ka shit, tash vazhdojna na gjithë me shit, mishterinë i kena të moqëm, domthon pe mas lufte kena mishteri të 25 vjet, domthon i kena mishteri normal, plus sot vinë mishteri të ri. Po me kthy nuk e kthejna kërkon. Bos pat na kena me gjithë një zgjidhje, po me kthy nuk më kthy kërkush dhe më do 100% i kënaqur, se neve na mon sinqeriteti edhe kvaliteti. Kur e përmende kualitetin, çfarë cilësie ka mishi i kësaj? Tu e marr parasysh që po besoj tash kur e shohin këtë histori kanë me pas shumë interesim, e sidomos për shkak se jemi në festën e Bajramit. Po të na zakonisht prejmë që qingja të mirë, edhe prejmë dele. Kualiteti është domthon një ndër më të mirë.